Partia Demokratike e Vlorës reagoi pas inspektimit në plazhet e qytetit të Vlorës dhe pas konstatimit të problematikave të evidentuara nga Ministri i Turizmit dhe Sporteve Blendi Gonxha. Sipas Partisë Demokratike, zaptimi i plazheve publike në Vlorë nuk është një denoncim i opozitës, por një fakt i pranuar. Ajo që Partia Demokratike denoncoi muaj më parë, sot po pranohet publikisht edhe nga Ministri Blendi Gonxha. Sot shtrojmë një pyetje të thjeshtë: ku është Bashkia Vlorë? Ku është kryetaria e bashkisë? Pse nuk flet? Pse fshihet? Arroganca me të cilën u premtua vlonjatëve, plazhe publike falas, është rrëzuar nga vetë faktet. Pothuajse çdo metër i Bregdetit u është dorëzuar privatëve dhe klientëve të pushtetit, duke u mohuar qytetarëve të drejtën mbi një pasuri që u përket të gjithëve, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike të Vlorës. Në vijim të deklaratës thuhet: ne e kemi ngritur këtë shqetësim në Këshillin Bashkiak dhe në çdo hapësirë publike. Sot kur edhe ministri i qeverisë pranon realitetin, heshtja e bashkisë nuk është më mungesë përgjigjeje, por pranimi i dështimit dhe i përgjegjësisë. Vlonjatët meritojnë përgjigje, vlonjatët meritojnë të vërtetën, përfundon deklarata. Edhe më herët Partia Demokratike i është referuar një deklarate të kryetares së Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, të bërë në emisionin Fokus në televizionin 6+ Vlora, në drejtimin e gazetarit Ermal Sika. Vlora është një qytet që është i bekuar nga Zoti për bukurinë e natyrës dhe shumë e lehtë i përshtatesh të qytetit, sepse kudo ku dëshiron të bësh një aktivitet ke kënde shumë të bukura, por sezoni ka filluar edhe na ka gjetur me projekte të qarta, me kontrata të qarta dhe jemi gati për zbatim. Në këtë deklarat, Partia Demokratike e Vlorës thekson ndër të tjera: sezoni turistik ka filluar dhe na ka gjetur me projekte të qarta, aq të qarta sa edhe gropat në rrugë ishe edhe natën. Pyjet janë kthyer në tualete publike, xhamat e thyer zbukurojnë peizazhin, ndërsa tymizi na shoqëron në çdo frymarrje. Mirë se vini në Vlorën e kontratave të zbatuara dhe premtimeve të konsumuara.